82 kundër, abstenim nuk ka. Ishte ky moment kur mazhoranca rrëzoi kërkesën e demokratëve për zgjatjen e afatit të reformës territoriale, që çoi në përplasje të ashpra në parlament. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi u detyrua të ndërpriste disa herë seancën për shkak të bllokimit të foltores nga deputetët e opozitës, të cilët nuk lejuan Arbian Maznikun të lexonte raportin e hartuar nga ekspertët e mazhorancës. Ky skenarit që të bllokohet zoti Mazniku, lironi foltoren. Atëherë edhe një përpjekje tjetër, 5 minuta konsultim me kryetarët e grupeve parlamentare. Kërkesën e demokratëve për shtyrje të afatit e argumentoi bashkëkryetari Luciano Boçi, i cili raportin e socialistëve e konsideron të paligjshëm. Dhe raporti që ju e quani final, as nuk është dorëzuar në mënyrë ligjore, as nuk është debatuar në komision, as nuk është diskutuar dhe as nuk është votuar. Te doni të bëni prap një reform akoma më politike duke shkrirë bashki që vërtet janë performante. Por mazhoranca e bëri të qartë se nuk ka kohë për të humbur, pasi harta e re duhet të jetë gati për zgjedhjet vendore të 2027-s. Kjo nuk do të thotë që sot do të miratohet reforma e re administrative e territoriale. Sot do të dëgjojnë gjetjet dhe më pas të gjitha palët politike, madje dhe çdo deputet nëse do, mund të vijë me propozime të veta sa i përket, por ky komision nuk mund të ringjallet më, e ka mbaruar mandatin e vet. Ju e keni humbur trenin, bilet tjetër nuk ka. Kuvendi nuk gjeti qetësi as pas ndërprerjes 4 herë të seancës. 5 minuta pushim derisa të lirohet foltorja. Nuk mund të ndaloni fjalën e tjerëve, e drejta juaj është të flisni pa dyshim sipas rregullores. Madje ardhja e kryeministrit Rama në sallë përkeqësoi situatën dhe shpërsoi retorikën e opozitës. Lironi foltoren, 10 minuta është fjala e zotit Mazniku, më pas ka zoti Boçi të drejtën. Opozita vjonte të qëndronte në këmbë të mbante foltoren e bllokuar, ndaj si gjithmonë në raste të ngjashme, socialistët dalin me një kërkesë. Deputetët nuk lirojnë foltoren, kanë bllokuar procedimin normal të punës së kuvendit, kalimin në votim të çështjeve të rendit të ditës. Seanca pritej të ishte maraton, pasi ishte parashikuar me një rend të ngjeshur dite, por nuk arriti as në diskutime. Pas 5 orësh debat, pa u futur në asnjë moment në rendin e ditës. 7 projekt rezoluta të institucioneve kushtetuese, 2 akte normative dhe 15 projekt ligje u votuan nga mazhoranca mes kaosit dhe thirrjeve të opozitës në foltore. Kazmen Bardhi u përjashtua nga seanca për këtë gest ndaj kryeministrit Rama. Ra në sy mos pjesëmarrja në votime 2 deputetëve socialist, Braçe dhe Spiro Pali, për aktin normativ që i dha 4.3 milion euro këngëtarit amerikan Kanye West. Akti normativ miratohet. Ndryshe nga që ishte parashikuar, kuvendi nuk i mbylli punimet këtë të enjte, por miratoi mbajtjen e një tjetër seance të enjten e ardhshme të 30 korrikut.